Përshëndetje për gjithë bletarët. Sot do ta bëj një video lidhur me fillimin e përgatitjes bletëve për stinën e dimrit. Siç po shifen bletët, ka prurje të bollshme të polenit, mirë po nektar s'besoj që ka aq shumë. I kemi trajtu për variatoz 3 herë me anë të timit, edhe thuaj se plotësisht janë pastruar. Tani është koha të fillojmë me ushqimin e bletëve për dimër në ato raste ku mungon mjalti. Unë që nja 2 vite, 3 po i dimroj në 2 kate, për arsye të ruajtjes së kornizave nga fluturat. Asnjëherë nuk e bëj rrotullimin e kateve nalt poshtë, po kati i parë është ku qëndron ama, kati i dytë është kati i mjaltit. Mirë po, diafragma është në mes, nuk e heqi, për arsye që të dimroj bleta në katin e parë, i ushqej nga kati i dytë, dhe të gjitha mizat shërbetin ose ushqimin e çoj në katin e parë, aty ku është ëma. Sa më herët të përgatiten bletët me ushqim për dimër është më mirë, për arsye se tani ka kontakt bleta me natyrën dhe shumë më lehtë, më mirë dhe me kualitet e përpunon shërbetin duke e përzierë me nektar. Tani është veç pothuajse pjesa e parë e gushtit. Duhet kemi kujdes nga grabitja. Ushqimin duhet t'ua japim bletëve vonë, në mbrëmje, kur bjen terri. Dyert e bletëve duhet zvogluar në proporcion me bletën. Nëse bleta është më e fortë, duhet lënë derën pak më tepër hapur. Nëse është bleta adopt, duhet ofruar më shumë derën, sepse nuk mund t'i rezistoj grabitjeve për shkak të dobësisë që ka, apo për shkak të numrit të vogël të mizave. Kthehemi prap tek ushqimi dhe përgatitja e bletës për dimrim. Është shumë me rëndësi të kenë ushqim të bollshëm për dimër, dhe kur i ushqejmë, i stimulojmë që mëma të bëj vezë më tepër, për arsye që të fusim në dimër bletë sa më të forta, sepse aq më të forta që fusim bletën në dimër, aq më e fortë del në pranverë. Bleta më e fortë dhe më e shumtë në numër harxhon më pak ushqim dimrit, i reziston më shumë smundjeve e shumë benefite të tjera.
kurse bletë të dobta nuk ja vlen as të mohen, sepse s'ka dobi. Ky vit ka qenë shumë vit i bereqetshëm. Unë kam marrë, besoj që ka qenë super, kam marrë 100 kg mjalt, po flasim për mjalt bio, të pa përzirë më asnjë gjë përveç bleta që ka pru, do të thot i ku marrë 10 kg mjalt për koshere. Kjo do të thot, si mas mendimit tim, është diçka fenomenale, për arsye se viteve tjera ka ndodhur që ka marrë edhe 3 kg. E kur i krahasojmë 10 kg, është diçka e mirë. Pra, ujtë e kanë këtu, tash duhet të kenë ujë pa tjetër bletët, për arsye se duhet të bajnë ujë edhe ta mbajnë temperaturën konstante, për arsye se është temperaturat larta janë 40 gradë, 38. Pra, si përfundim, se i shohun disa faqe, ato i bojnë videot për klikime, jo muaj janar, shkort, mars, prill, maj, çka po ta di une, edhe ja u komplikojnë shumë gjonat bletarëve të ri. Unë mendoj që bleta është një gjallësë, si të gjitha gjallësat e tjera, por gjërat elementare për bletën duhet t'i mësojmë së pari. Duhet ta vëzhgojmë bletën si sillet në natyrë, çka i pëlqen e çka si pëlqen, edhe çka i pengon. Arsyet kryesore për mbijetesë të bletës janë: pastërtia në koshere, pastrimi i rrënjësishëm i varroas, variatozës, sepse të gjitha smundjet, 90% të smundjeve vinë nga variatoza. Mbajtjen sa në parkun e bletëve, sa të mbajmë sa më bletë të forta, më e mirë është t'i kem për shembull 10 bletë të forta, ato barazohen diku me 30 bletë të dobta ose më mesatare, sepse kur është bleta e fortë, shumë më lehtë i përballon edhe smundjet, edhe grabitjet, edhe nektar bjen më shumë, edhe të gjitha, sepse ka numër të madh të popullsisë. Variatozën do thot ta pastrojmë mirë, tani, dikush me shërita, dikush me tim, secili qysh e ka variantin e vet, dhe pa tjetër që në dhjetor ose janar, kur nuk ka më vezë, të fillojmë luftimin e varros, luftimin përfundimtar me kiselinë oksalike. Do të thot unë i trajtoj 2 herë në vit. Do të thot një herë pi bjen masi të hiqet mjalti, parafërsisht në këtë kohë, 3-4 herë, edhe në dhjetor në janar me kiselinë oksalike. Në pranverë nuk i trajtoj kurrë, edhe kur s'kam pas problem. Mirë, por kush i trajton tani me tim, duhet i trajtoj në mbrëmje, kur fillon rromja e temperaturave, sepse duhet tjetë jo 38 gradë, po 25 gradë, për mos me pas problem. Kështu, si të ka bleta ushqim, ka higjen në koshere,
nuk ka variatoz, nuk ka problem bleta, mund të jetoj vetëm që mos t'i pikoj pika mbi kokë, nuk e ka problem edhe minus 25, edhe plus 40 nuk e ka problem, kur ka numër të mjaftueshme të mizave në koshire, si për ta mbajtur temperaturën, si për ta pastruar koshiren, sepse me një numër të vogël të mizave, ajo nuk mund ta mbajë as temperaturën, nuk mund ta pastroj as koshiren, as gjë s'mund të bëj. Kjo është mendimi im personal. Unë i kam do vite me blet, absolutisht kur humbje s'kam pas. Unë nuk i shtoj mbi 10 copa, maksimalisht i moj 10 copa, për arsye se këto ku jetoj unë kam marrë në përfundim që biznes ose fitim me blet nuk ka. Për arsye se është vend i thatë, edhe nuk ka kullos të mjaftueshme, ne nuk i qojmë në për kullosa tjera. Mirë po, unë i du bletet edhe kam lexu edhe e kam bo një farë provoje rreth bletës, edhe kaq, nuk do të thotë që të gjithë të pajtohen me mendimin tim, mirë po, çdo kush që ka sukses në provojën e vet, në punën e vet, ajo është më e mira. Si thojnë një farë fjale, një ekip i futbollit që tregon sukses në fush, nuk ka nevojë për ndrym të lojtarëve. Pra, kaq, ju përshëndes, mbeqi me shnet, po kryesuarja është duhet me kqyr bletet, sikur lopën nëse viqin që duhet me kqyr në mëngjes me qit ujë, me po a ka mirë, mos ju ka shtërngu lakin fyt fort, edhe bleta është një lloj, duhet me kqyr në kohën e duhur, nuk pret kjo për shembull, hajtë se i trajtoj mas ja 2 javë kundër variatozës, se mas 2 javë ku të kqyr veç ka mrrin variatoza dhe dete mëma, edhe bleta shkon poshtë pastaj. Ju përshëndes.